Sot çuna jemi me tjetër video 3. Unë sot do los Supermarket Simulator. Era fundi që unë kam los Supermarket Simulator ka qenë ky episodi këtu. Episodi çuna ka qenë ku unë bëra ditën e dytë në supermarketin The Fair Station. Aty i shita njerëzve shumë produkte ndryshme dhe njerëzve të ndryshëm, sidomos shoku ton të ngushtë Jackie Chani që kena pas shoku shtrie, bo na çoi deficit mundi, kështu që herë tjetër kena për ta bërë ban nga dyqani jon. Jo se jam racist, po thjesht do t'i bëj ban. Sot çuna neve do vazhdojmë ditën e tretë tek supermarketi im. Supermarketi im unë bleva dhe një shelf tjetër ku aty mund të vendos produkte të reja. Wow! Nëse çuna, nëse jeni të shtimni butonin subscribe sepse fala s'është, nuk është se kam marrë ai drejt YouTube me ju 10 lekë vetëm se mbot subscribe muksh, nëse jeni të shtimni butonin subscribe. Po. Gjithashtu çuna, bëni follow rrjeteve të mia sociale, të treja linqit i keni poshtë në description, mos ju mbisni. A unë burko, le të nisim me ditën e tretë Supermarket Simulator ose Supermarketi The Fair Station. Jackie Chani duhet ban, prap se prap. Këtë mbani me. Çuna, si shikoni, ja ku jemi këtu tek menuja dhe unë tani do t'jap continue sepse tani neve do vazhdojmë ditën e tretë. Okej, kjo është dita e tretë çuna. Dhe si shikoni, e kemi akoma të mbyllur, por neve do marrim produkte të reja sepse do t'i vendosim te ky shelfi këtu që ne sapo kena ble. Kam harxuar gjithë buxhetin tim të dyqanit, po hajt mo. Gjithsesi çuna, do ta vendosim këtu. Okej, super. Okej, u vendosim sa këtu. Tash kët do t'i bëjmë throw. Okej, perfekt. Tash do marrim edhe këto. Super. Edhe këto do t'i vendosim diku këtej. Super. Tash neve do ikim te koshi çuna, edhe neve dhe këtë do ta hedhim gjithashtu. Tash çuna, neve do startojmë ditën. Do startojmë ditën tonë. Tash është open. Hajde ju mërçet si atë dyqani im. Jo, pripse do t'ina të kulturuar. Përshëndetje gjithëve. Hajdeni te dyqani im. S'ka sirop, po hajt mo. Që ka kjo goca, hajde futu të dyqani jon. Faleminderit shumë. Përshëndetje si je. Tash neve do hapim check-outin. Okej, ajo po merr disa produkte. Faleminderit. Ti bëjmë këto, okej. Mje plekët, perfekt. Tani, the change. Urdhëra, miro pafshim, mos hajde mo këtu kur. Players, na harxove gjithë produktet, mos hajde mo këtu. Nuk jem rregull, ti si jem rregull. Okej, çuna, si shikoni kemi mbushur plot. Wow, e kena myt. Okej, po vjen një zëzake, nuk jam racist, i thash që ngjyra është, nuk jam racist. Tashi, kjo po merr disa produkte. Okej, erdhi dhe ky i bardhi, se unë i flas për gjithë të ngjyrat kështu. Okej, faleminderit. Shkojmë këtu. Okej. 21.06. I Chris bëthë lale. Hej, marrë këto, përshëndetje. Si qeke, sikur t'kala bleni Fevzion edhe gra. Jep lekët këtu lale, po. Okej, të shina duhet kët. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, super. Miro pafshim lale. Okej, marrë këto, përshëndetje ti zoti overweight. Okej, faleminderit për lekët. Okej, s'kena nevojë për kusur. I Chris bëthë lale. Po vin nga një tjetër, ky që ka biznesmen, ky besoj se ka për ta dhënë ai kartë krediti. Ky ka për të kartë kreditit atit. Shikoni se do flas bukur. Përshëndetje. Kartë kreditit, ha? E dim. Gjithsesi, s'kena çfarë më bë. Ik çdo për që mos çaf këtu. Okej, përshëndetje ti dukesh që biznesmen lale. Okej, marrim lekët. Okej, s'kena nevojë për kusur. Çuna, deri tani ne kena bë një punë shumë të bukur, më pëlqen shumë. Okej, ky po merr këtë gjonat. Po presim. Marrim këto, kartën e kreditit. Faleminderit shumë. Okej, 14.16. Sakt. Po ecim shumë bukur çuna, sepse ne jena kasierët më të mirë, prisni çik, pri tregoj çik Nike Tekun tim, s'desha me bë flex. Përshëndetje zotëri. Këta, kartë kreditit, faleminderit shumë, që jeni shumë i sjellshëm. Kjo është 5.98, priti qika, 5.98. Okej, qika biznesmen tjetër, të shineve prap do t'jena formal. Okej. Kartë kreditit, po na mysi kartët e kreditit, sot. Si eshe? Ishte shaka mërë, Sa port kanë këto biznesmenët, si eshin farë me shakat e mija. I Chris bëthë me që si eshe me shakat e mija. Qarë. Ja, lekët ti,
Jap Player Mode. Okej, të shiktit do t'i jap kat, kështu që ik. Po mbushën shumë veta, miq, po mbushën shumë veta. Okej, kartë kreditit tu 11.19. Bukur, kartë kreditit, faleminderit shumë. Okej, 10.42. Perfekt. Të shik ky është Bendi Fevzio. Jam fan cilët më i madh, dhe bëjmë foto bashk. Faleminderit. Okej, marrim këto lekët, faleminderit shumë. Okej, iki. Fap. Marrim këto, okej. Super, të shi, neve i bëm gjitha dhe besoj, okej, po vinë akoma dhe më shumë veta këtu qura. Dhe më pëlqen shumë sepse story im të First Station vinë shumë fancat mi, vinë shumë fanca, që po. Qas bad, ore, Vazhdoj punën si për herë, 5.98. Sakt. Okej, thot që ishte shumë e shtrenjtë. E di o lale, është i qike shtrejt, i ka rritë dirama qmime, ka mbyllë edhe TikTok, unë s'kam si qop më video TikTok. Si, neve do i bëjmë këto, perfekt fare, okej, 16.20. Okej, quna, po më përqenë se si kena po të i tani, dhe si që që ka ke goca këtu, dhe të ma shuti Player Mode që si ma ke ftyrën, kjo është më e bukur se ty, është më e bukur. Si, okej, të marrim këtë, okej, 10.22. Bukur, duke se po fillon të ersohet pak, kështu që marrim lekët për ty, që që ja bëjmë ba. Do t'japim kusur 6.17 neve, për ty o lale dhe kena marrë, kështu, do t'japim 5 djeqa. I ka deficit fare për i gosë, vari lesh. Okej, qura, tashi do ta nezimi qik dritën edhe do hapim check-outin sërisht. Okej. Tashi qura filloj të u sirë sepse pak për pak është të u mbyllur orari i ditës së tretë. Që okej, lekët. Dhe lekët, ha? Thashtë më dhe kartë kreditit që të pësha këtë, Player Mode. Që kemi biznesmen tjetër. Përshëndetje biznesmen. Prita marrë që këtë si non qalant. Këtë. Mos unë gopsh, të ngellç në fyta e që po ha. Player. Okej, qërat, marrim këto. Faleminderit shumë. Ja, ti tjera u zot një, jem kartën e kreditit. Perfekt. 23.20. Bukur. E qëra, edhe pak po mbaron dita jon. Edhe pak po mbaron. Okej. Pik 71. Bukur. Marrim dhe këto tjerat. Lekët. 58. Po jap kaq. Okej. Bukur. Besoj se kam mbaru dita, sepse është ora 9 e darkës dhe besoj se s'po vjen më kush. Okej, tu më thot press enter to finish the date. Do të thënë dita ajo për sot çuna mbaroi. Por si fillim çuna, unë tani dua të shoh diçka. Okej, si fillim jep atë objektivin purchase a new section using your computer to expand your store. Kjo është për këtë derën që është e kyçur që neve ta bëjmë expand akoma dhe më shumë dyqanin ton, kështu që okej çuna, siç e shikoni jemi te section 2 dhe nëse neve blim kët, atëherë neve i bëjmë expand, do të thënë e hapim akoma dhe më shumë supermarketin ton. Okej, name your store. Name your store, thot. Okej. Ta heqim kompjuterin. Okej, çuna, siç e shikoni e bleva, do me thënë i bona sa më shumë expand story tonë dhe siç e shikoni është bërë pak më e madhe hapësira, kështu që neve tani do marrim këto edhe do t'i vendosim pak më tutje, sepse neve çuna e bëm expand. Okej, do ta vendosim këtë këtu, të marrim edhe shelfin e tretë. Edhe do ta vendosim prit, pra bona të njëjtin gabim. Prit. Si që shikoni quna e bom, do me thënë dyqanin ton, e hapëm një qik më shumë hapësirën, por nëse do një quna që episodin tjetër unë ta bëj ditën e 4 dhe të blej sa më shumë gjona, atëherë komentoni poshtë. Prit sa harrova herë, sa harrova me maru ditë, prit qikoj sa lek kena fitu, enter. Okej quna, statistikat e ditës së tretë. Okej, kemi marrë 13 satisfied customers, do me thënë janë 13 customers që janë kënaqur nga puna jonë. 6 produkte nuk janë gjetur dhe 6 produkte janë gjetur të shtrenjta. Ruaj qëtësin. Një javë që ka kaluar, hiku na mendorja.
Gjithsesi, income kemi plus $215, edhe këto janë sa kemi humbur prej aty në gjonave që kena bo upgrade, dhe total profit kena humbi qik, total profit, vajlesht. Gjithsesi çuna, balanca për ditën e sotme është 180 plus $60. Dhe nëse doni çuna që ditën e katërt unë të bëj akoma dhe më shumë gjëra për dyqanin tim, atëherë komentoni poshtë, jepni like, subscribe, comment dhe shihemi në video në radhës.